Prapë si pyetje generale, të gjitha këto që i përmendëm si intervenime, si trajtime, si metoda parandaluese, të gjitha praktikohen në klinikë gjermane. Se si prej asaj mas thjeshtës temi një caktim një shikimi, se përcaktimi një dioptrisë deri te oprimet më të vështira që ndodhin ai boj në klinikën gjermane të syve. Dhe ato gjithmonë jemi mundu që ta përcjellëm hapin me perëndimin realisht. Çfarë është bëu diçka, themin perëndim në rrugën perëndimore, e bojmë edhe në klinikën gjermane të syve. Po. Realisht edhe kjo ka ndihmuar se na mjek kemi mundu që dalim për që tash merret konferenca, ndryshme që të kuptojmë se cila metodë po është më e mirë për pacientin që t'ia ofrojmë pacientit tonë. Ne kemi pas edhe misionin për ato injektimet intravitrale që realisht domethënë teneta shkopën me injekcionin më të riun që ekziston krejt botën e japëm në klinikën gjermane të syve. Që edhe pacientët që më lehet, rezultatet që i kam janë të jashtëzakonshme. Domethënë pas përcjelljes së këtyre pacientëve rezultatet janë të mira tek të gjithë. Është një prej intervenimeve ta themi që ka shpëtuar shumë te diabeti realisht, te okluzionit të enëve të gjakut, ato gjakderet që thamë, domethënë te degenerimit e makullës që janë mjaft një smundje që është realisht themi ashtu që bën dëmtime shumë të mëdha të retinës së syrit realisht, edhe është po që po funksionon jashtëzakonisht mirë. Po, sistemi se edhe injeksionet e gjenatave të vjetra funksionojnë, sistemi ashtu domethënë mund varet prej gjendjes së pacientit. Gjendjes së pacientit po mund të mirë çdo gjenerat është diçka e mirë. Për gjithë ata që se kanë po në familja jonë, doktora Efrem Shabani, injeksionet intravitreale, ose juftoj të shkoni tek faqja e klinikës gjermane në Instagram dhe në Facebook, në web faqe po ashtu, aty ku mund të informoheni për çdo lloj të tretmaneve, trajtimeve, sëmundjeve që trajtojnë, mjekëve që kanë, për çdo informacion rreth klinikës gjermane, në Instagram dhe Facebook thjesht kërkojeni klinika gjermane. Përndryshe çdo intervistë rreth sëmundjeve, edukimit, vedisimit, të çdo problematike të shikimit, e kërkoni edhe tek familja jonë në çdo rrjet social.